Në Galerinë e Arteve në Tetov u promovua monografia 35 vjet art të piktorit dhe profesorit universitar Reshat Ahmeti. Bëhet fjalë për ekspozit retrospektive 35 vjetonin e artit të Reshat Ahmetit. Jam bërë një përzgjedhje të cikleve të artit tim aty. Gjithashtu në monografi gjenden tekste të përzgjedhura nga Ismail Kadare, nga Kadri Meta, nga Ana Frangovska, nga profesori Mijajt Pollozhani e kështu me radhë, por është një pasqyrë e lëvizjes time artistike gjatë këtyre 35 vite. Kjo do të thotë se të qëndrosh 35 vite në art në mënyrë permanente, është dëshmi se artisti, çdo kush, në çdo profesion, nëse beson në vete, mund të arrijë dhe të mbijetone gati më shumë se 3 dekada. Pra, mesazhi çdo artisti të rinj, por edhe ata që janë në proces, të kenë besim në vete, se Zoti gjithmonë do të shpërblejë me atë mundin që japin. Pra, duhet dashuri në art dhe besim para që e bën. Për ekspozitën në fjalur prononcuan edhe nga Fakulteti i Arteve të Universitetit të Tetovës. Kemi një moment të veçantë të kulturës dhe artit shqiptar, promovimin e monografisë 35 vjet art të njërit prej artistëve të njohur shqiptar, profesorit Reshat Ahmeti. Në fakt, në këtë monografi janë përmbledhur 35 vite krijimtari dhe vështrime të ndryshme nga njerëz personalitete të njohura të fushës së artit, shkrimtar, akademik, poet, të cilat kanë bërë vështrimin e tyre mbi krijimtarinë e profesor Reshat Ahmetit. Reshat Ahmeti është artist i famshëm që mban çmimin për arritje jetësore në art dhe kulturë. Veprat e tij artistike janë pronë e shumë muzeve, institucioneve kulturore dhe koleksioneve private të personaliteteve me famë botërore, si fitues të çmimit Nobel, shkrimtar të famshëm botror, president të shteteve e të tjerë.